Hoxha, mos më përmend disa hadithe që flasin për gënjeshtën. Më kujtu hadithi i Muadhit, ku e pyet pejgamberin, a do të merremi në përgjegjësi për ato gjëra që i flasim? Çka e thotë pejgamberi? Është pak si qortim. Thaqilat ka ummuk, mos pas nana o Muadh. Do ta ka diçka që i shtin më shumë ti në zjarr xhenemit se sa me fytyrë, duke i tërhequr zvarr zjarr, se sa që kanë fol me gjuhët e tyre. Interesant pyetje Muadhit. Po ndonjëherë mund të nënvlerësojmë gjërat, ndonjëherë mund të mos a dim pasojat e rënda të gjërave, po ja që njeriu e shëron veten me dije, kërkon burimin e vërtet dijes. Edhe e ka pyet pejgamberi alayhis salam dhe i ka kallzu dhe edhe çortimin që ja ka dhënë pejgamberi, çortim me vend, që tek ai mund ngjall një kujdes pak më i madh ndaj këtij aspekti. Në kur e shohim se, ama pse shumica njerëzve me përfunduar në gjatë xhenimit për shkak gjuhës. Me thon, s'ka babe kur gjaj, thjesht ka fol. Ajo. Ama pasojat e të folurit, ai mund me shkue... Aja fjala e urtë shqipe, ku thot, gjuha s'ka eshtra, po thën eshtra. E vërtet. Masanena, mund me prek fjala jote një individ, mund me prek një grup të tërë. Çfarë? Thonë, një familje mos më kanë ratë për fjalëve tua. Thash, kush e mban përgjegjësinë se është bë dikush shkaktar që të ndahet burrë dhe pregus? S'mban përgjegjësi? Ja, ka përgjegjësi. Nëse jo në këtë botën tjetër. Andaj, shpesh në Kur'an e gjejmë se si Allahu Xhelal këto këshilla, sikur që është tash për dezinformatën, sikur që janë këshilla për shembull kur Allahu Xhelal flet për ata që duhet me marr të mirë peshore. Në fund Allah dhe gjë përmend thonë sikur të kishin besu ditën e fundit. Me të vërtet besimin në ahiret, besimi se në ditë do dalsh dhe do të japsh llogari për çdo fjalë, e privon pak njeriu edhe e frenon. E llogaridhënies përfundimtar. Se s'ki ndryshe në çfarë mënyre ti ndalesh njerëzit. Nuk ka. Do të thonë kërcënimi i vetëm është kërcënimi me ahiret. E atëherë ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe rastet e ndryshme në atë hadithin e njohur ku në atë udhëtimin me lekët i ka pasur si dënon njerëzit. Njëra prej tyre është marrë me thashë thëmë shumë. Dhe është një prej gjërave që Allahu mos tepër më i urren. Qila wa qal. Jam si bin namime me. Ta. Ka pas shpifje edhe një prej dënimeve të varrit. Është edhe ajo. E tash nëse pak më nalesh dhe mendon këto hadithe, këto kërcënime, atëherë më të vërtetë do të më ta rrënqeth trupin dhe pak e privon vetë. Thjesht don të flasësh, don me përcjell informatën më të mirë. Se 2 herë më të 13 herë e pren, e shikon, je i sigurt, po, ne jemi të obliguar për hap të mirën si musliman. Andaj pejgamberi e ka lidh me iman. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, ose le të fol mirë, ose le të hesh. Çështja e imanit në Allah, çështja e imanit në besim ditën e fundit, është një prej shtytësve kryesor që ty të bën me u frenu pak. A beson në Allah ditën e fundit? A ka dal tash? Ja fol mirë ja hesh. Amone, apo të ku mbet besimi jot në ahiret? Llogaria për Allah dhe xhar. Kur ti për një pyetje për Zotit, se si kemë dhënë përgjegjësi, do ta mendosh atë e ku mor për shumë pyetje, për shumë gabime, për shumë dezinformata, për shumë rrëna, për shumë ashtu. Është më të vërtet pastaj nuk po varret se besimi në Zot, besimi në botën e fundit, këto që po përmend edhe këtë ditë edhe në ajetet. Do thonë duhet me lan gjurmë dhe efektet në jetën tonë përditshme. E shet se një njeri është i përmbajtur. Shikon se çka flet. Pa e shenja e imanit. A e shenjë se për një me është duke përgatit vetën se nesër del para Zotit. Është i përgatit para të edhe duhet më kanë kjo angazhimi jonë, duhet më kanë një vetdije pak më e madhe të gjithë ne që në këtë botë që po jetojmë, këtë kohë të fundit që po jetojmë, që jemi të bombarduar me shumë informata, se letë mirët shumë është e kollajshme ti qasësh informatës, që më herët ka mungue. Në është dash më ka dikush ekspert i leximit që ka lexuar tepër të më kanë njëri informum. Sot
informohet secili, shumë. Ama e ki barën e përgjegjësinë e madhe se si kemi përcjell atë, për ndryshe përgatitur për një llogari, për një lloj shumë të rëndë para Zotit.